për të qenë ekipet rivalizuese për titullin kampion. Dhe Vllaznia luan futboll të bukur, mua më pëlqen shumë dhe mënyrë se si luan trajneri Edi Martini, i cili është shkodran dhe ja njeh më së miri mënyrën dhe atë që kanë brenda shkodranët, kështu që e meriton të jetë vend parë. Nëse ne shohim tabelën e renditjes superiores, më fal, diçka më fal, duhet të komplimentoj edhe herë trajnerin Arjan Bellaj, se nuk u dha mundësia të flas më përpara. Vora, e kemi thënë këtu, është surprizë, po jo thjesht surprizë se ka dalë në superiore, por është surprizë sepse është në vendin e 6, ka 10 pikë dhe për mua e fus ke skuadrat që do luftoj lart. Po, Vora është si deri në fund sezonit luftoi edhe për Final Four. Është si punë e Komos në Serie A. Është si punë e Komos në Serie A sepse ka një ekip shumë simpatik, djem të ri me uri të jashtëzakonshme e gon për të treguar vlerën superiore, për t'u njohur, pse jo edhe për të ushqitur pastaj diku dhe më lart për karrierën. E kanë motivimin e kanë shumë lart. Kanë një trajner i cili ka një eksperiencë si ish lojtar i ekipit tonë kombëtar që ka luajtur dhe jashtë dhe po tregon që ka shumë vlera. Kompliment Arjan Bellajt. Shumë vërtet. Nëse ne shohim tabelën e klasifikimit, renditjen, Vllaznia në vend parë me 16 pikë, Gnatia e dyta me 14, Teuta e treta me 11 dhe Elbasani me 11 në vend të 4. Bashkë me Dinamon gjithashtu me 11 në vend 5, ndërsa në fund është dy të fundit Tirana dhe Flamurtari. Si ka mundësi se unë kisha përshtypjen që Tirana do kishte bërë më mirë se sa në vend parafundit. Domos me Partizanin. Tani, e kemi theksuar këtu edhe më përpara në emisionet e kaluara që Tirana ka probleme. Nuk duhet bëj përsëritje, po ka probleme. Njerëzit që ndodhen aty nuk mendoj që njerëzit më duhet për drejtuar një ekip, 26 herë kampion i Shqipërisë. E kuptoj, qartë. Dhe fatkeqësisht do luftoj promocionin nga kategoria. Urojmë shumë mos bi, sepse kampionati shqiptar duhet të ketë Tiranë, Partizan, Vllazni, Teut, Dinamo, Flamurtari, me gjithë respektin e zakonshëm për Ignatian, sepse i ka dhënë toni këto vite dhe absolutisht janë ekipet më të mira aktuale shqiptare, por këto janë emra kolos futbollit shqiptar dhe duke qenë këto dalin dhe lojtarë të mirë nga akademit. Shumë vërtet. Fundja 10 skuadra janë në Superligë. Qartë. Kjo është jam dakord. Gjitha duan të jenë më të mira. Edhe Flamurtarin po ta pyesin në vend të 10 jam, në vend të 10 po ta krahasosh me kampionatet e tjera që kanë 20 skuadra, është i bie thjesht diku nga mesi. Diku nga mesi. Kjo është një formulë që është bërë nga Federacia Shqiptare e Futbollit, në mos gaboj është viti 3 që është për konkurrencë. Dhe faktikisht ka treguar që ka konkurrencë. Ka konkurrencë sepse po ta shohim nga 10 ekipe, 6 ekipe janë për të luftuar deri tani për në Final Four. Kemi deklaruar që kampionati shqiptar nuk ka diferenca të mëdha. Sigurisht. Mos ta duket çudi që Flamurtari ka këtë gjendje aktuale, por në vazhdim me trajnerin e ri Morero të bëjë disa fitore dhe duke bërë disa fitore, nga vendi i fundit mund të katapultojë në vendin e 5-4. Në 5-6 po, vërtet. Që kampionati shqiptar është vërtet kampionati i gjatë, edhe diçka kampionati i gjatë akoma ka ndeshje shumë para dhe është si thosh dhe herët të flasësh për shkak që Tirana apo Partizani do luftojnë për mbijetesë. Po. Por gjendja aktuale tregon që janë në këtë situatë. Janë në situatë të vështirë, por mos harrojmë që në merkato janarit do ndërhyjnë. Në 50% të skuadrave ndryshojnë fytyrë. Po ne e dim dhe pavarësisht se në janar është çik vështirë 6 lojtarë të lirë, por shumica e skuadrave ndryshojnë. Okej. Ajo që unë dua të bëjmë tash është që regjia të na ndihmojë me formacionin e javës dhe shpejt të shohim se cili është formacioni i përzgjedhur nga profesor Revion Mekshi për këtë javë të 7 të A-Biznes superiore, nëse mund të na ndihmojë edhe duke e bërë me split në ekran, megjithëse ti e ke në kokë, nuk ka nevojë ta shohësh. Po ne të tjerët, po. Atëherë, formacioni është i tillë me vendosjen 1-4-3-1-2 me allocation e Dinamos në port, që doli dhe lojtari i ndeshjes, ishte lojtari që pati më shumë punë për të bërë. Mbaj që raste sa krijoi Ignati përpara portës. Më pak raste, po ishte më sporat, domethënë më fortë. Ishin raste të sakta përpara, më fal, godit port. Se Dinamo pati raste, po jo të gjitha në port. Në qendrën e mbrojtjes Repaj i Vorës dhe Gurishta i Vllaznisë. Bën paraqitje mjaft mira, të dyja ekipet respektive fituan. Po. Dhe ato bën një paraqitje mjaft mirë për të qenë pjesë e formacionit të javës. Ndërkohë
nga krahët në të majtë për Gjoni i Teutës, është kthyer në një pikë solide për mbrojtjen e Teutës në krahën e majtë. Dhe Jaime i Ignatias, në mungesë të fangaj që e nisi nga stoli këtë ndeshje, bëri mjaft mirë paraqitjen e tij dhe është pjesë e formacionit të javës me këtë vendosje. Në mesfush, Krymi i Vllaznisë përpara mbrojtjes, shumë polivalent. Krymi ka vite që luan me ekipin e Vllaznisë, e njeh shumë mirë atë ambient dhe ka luajtur edhe në mbrojtje, edhe në krah, edhe në mesfush dhe tregon që ka e meriton vërtet me eksperiencë dhe shumë i fortë fizikisht. Vërtet. Për pozicionin e aty dhe një pikë kyçe për lojën e Vllaznisë. Në mesfush i bashkangjitet Maçolli i Teutës, që doli edhe lojtari i ndeshjes. Konstant javë pas jave për rrit lojën e tij. Është një lojtar me talent dhe shumë i përqendruar në lojën e tij. Në manovrën e Teutës ka hyrë në mënyrë perfekte. Dhe është pjesë kyçe e lojës të Teutës për një vit e gjys, që kur erdhi nga Bylis, është kthyer një pikë shumë decisive për lojën e Teutës. Bukur. Kristi Qose i Elbasanit, shënuesi i golit, pavarësisht se ekipi i tij humbi, është një lojtar konstant në fush për Elbasanin. Në çdo ndeshje është në formacion, nuk e diskuton pozicionin e tij. Nuk bie shumë në sy. Por është një lojtar për trajnerin dhe shumë i rëndësishëm për lojën e Elbasanit. Absolutisht po. Të dalim përpara kësaj pjesa e sulmit është Kasalla i Vorës. Një lojtar i ri dhe me perspektivë, por dha një asist perfekt për Dario Dakën, ke goli i parë dhe ka qenë dhe herën tjetër, një herë tjetër në formacion e javës. Është lojtar i kyç për manovrën e lojës së Arjan Bellajt. Dhe pasi e cilësoi dhe profesori Evioni, pasi që i dha Dario Dakës, ishte një pas perfekt, një nga ato që ne që pëlqejmë futbollin, që dashurojmë futbollin, urojmë shumë që në kampionatin ton të ketë gjëra të tilla, sepse rritet dhe niveli dhe ishte një pas vertikal që nxori komplet bluff mbrojtjen e ekipit kundërshtar të Elbasanit. Asist perfekt, assist man, si quhet në gjuhën e futbollit, dhe Dario Daka bëri finalizimin perfekt. Bukur. Në sulm Karica i Vorës dhe Iskandarli i Partizanit. Iskandarli Azerbajxhanit. Ish lojtari i Ignatias. Po vazhdon me ngritje në performancat e tij që nga momenti që erdhi nga Turqia. Është një lojtar shumë i shpejt. Është përshtat mirë me kampionatin shqiptar. Po, është përshtat goxha dhe po është lojtar shumë i shpejt, ka shpejtësinë në armën e tij më të fortë. E vërtet. Dhe doli dhe lojtari i ndeshjes në ndeshjen me Flamurtarin. Absolutisht. Por dhe Karica shënuesi golit dytë për Vorën që i dha fitoren. Një lojtar që një blerje e rëndësishme për trajnerin Bellaj, për Vorën. Dhe është e tillë gjithë formacioni në studio. Formacioni është 4-3-1-2. Sepse Kasalla është në rolin e trekuartistit që fantazistit të ekipit. Që lidh pjesën tjetër. Dhe trajneri i javës Arjan Bellaj, pa diskutim, bëri një ndeshje shumë të mirë dhe një fitore shumë e rëndësishme për ekipin e Vorës. Bukur. Komplimente. Absolutisht. Komplimente. Ne do të kalojmë tani tek pjesa tjetër, do të flasim për kampionatet e tjera, të vendeve të tjera, Serie A, Premier Liga, Bundesliga, La Liga, Ligue 1 në Francë e të tjera, këto janë më të rëndësishme. Pesë kampionat më të fortë të Evropës. Po, më të fortë të Evropës. Do ta nisim nga Premier Liga, nga Anglia. Kishim derbin, Liverpool, Manchester United. Për habi, Manchester United marrë një 3 pikë. Që do e kërë zakon, kjo ishte kryendesha javë. Për habi edhe të Manchester United vetë. Edhe për vetë habi të Manchester United vetë, se kemi thënë se është një Chris Thale, por kësaj radhe tregoi që kur ata mobilizohen, se mos harrojmë se është fanel shumë e rëndë. Patjetër, fanela është shumë e rëndë, shumë i madh i futbollit evropian dhe botror, dhe fitoi 2-1. E pash ndeshjen me shumë vëmendje, e analizova. Nuk është se Manchester United dominoi në mënyrë absolute, sepse Liverpooli ka element të jashtëzakonshëm brenda, ka edhe individ shumë fort,
por këtë ndeshje karakterizoi lufta sportive dhe dëshira e madhe e Manchester United për ta marrë këtë 3 pikë. Pasi rezultati shkoi 0-1 për Manchesterin, barazoi Liverpooli 1-1 dhe Harry Maguire, një mbrojtës që është bërë disa herë dhe meme nëpër TikTok, se radhë i dha 3 pikë në skuadrës së Manchesterit dhe trajnerit Amorim. Po ajo që më bëri përshtypje është mbas ndeshjes të gjithë stafi festoi sikur të kishin fituar kampionatin, në të drejtë ndoshta se kanë kohë që vuajnë. Ndërsa trajneri tregoi një ftohtësi të jashtëzakonshme dhe një profesionalizëm të jashtëzakonshëm. Me këmbë top për situatën. Po Harry Maguire besoi do të vi këtu në Tiranë, në Anglinë. Nëse ai vazhdon të luajë, po do vi. Shumë bukur. Shpresoj të na bëjnë një gaf. Nga to të vetat. Shpresojmë të gafat e Harry Maguire. Broja me shok. Ta shënojmë të marrë 3 pikë. Çfarë mund të themi? Ndeshjet të tjera do rikthehemi prapë. Manchester City ka bërë detyrën me Evertonin 2-0 dhe Chelsea Arsenali fiton me Fulhamin dhe Chelsea fiton me Nottinghamin. Pra bëjnë detyrën, po themi skuadra. Patjetër. Por ajo që është fitoria e Arsenalit. Po. Edhe pse minimale, Arsenali është siç ka thënë dhe Andi në emisione të tjera që flitet gjithmonë që është viti i Arsenalit, viti i Arsenalit. Po, e vërtet. Në fakt e tregon edhe renditja. Shpresojmë sepse duket që ka vazhdimsi si skuadër. Po, e nis gjithmonë mirë. Bën ndeshje shumë të bukura, po. Është vend parë aktualisht Arsenali në Premier League me 19. Vend parë në 15 javët e para, po. Me 19 pikë ndjekur nga Manchester City me 16 pikë, Liverpooli me 15. Fal, i dashur Egon. Çfarë kemi thënë këtu? Manchester City e kemi parë në vend e Mesit, po. Patjetër. Është emër shumë i madh. Mi të gjitha kanë një trajner shumë të madh. Patjetër. Ka dhe shumë lek mi të gjitha. Ne kanë gjithë ato. Futboll. Por që patjetër është peshërën dhe është skuadra për të mundur. Absolutisht po. I ndjekur nga Bournemouthin në vend 4, surpriza e Premier League-s, Chelsea në vend 5, Tottenham në vend 6, po. Kjo është pra renditja e Premier League-s. Premier Liga është e tillë që ka surpriza, por ka dhe luftë deri në javën e fundit. Absolutisht po. Kështu që si për titull, si për Kupat e Evropës, si për kategorinë. Pavarësisht se Arsenali është 3 pikë nga vendi i parë, 4 nga vendi i dytë dhe asgjë nuk mund të parashikojmë tash. Është akoma herët. Në tetor, po themi, absolutisht asgjë. Është akoma herët për të dhënë një verdikt final. Por kampionat shumë i fortë edhe ka shumë cilësi. Absolutisht. Një nga kampionatet më të forta të Evropës, mos ndoshta edhe më i fortë. Po ja kalon dhe Champions League-s për të ardhura, do të thotë që është i ndjekur, është i pëlqyer, gjeneron të ardhura. Absolutisht. Për të shkuar në Spanjë shpejt tek Barcelona, rikthehet 2-1 me vuajtje. E merr vetë fjalën e gjithmonë. Me Gironën. Sepse fitoi me Gironën, kjo fitore duhej se s'bën. Në plot kuptimin e fjalës se s'bën, por ka dominuar gjatë gjithë lojës, nuk e mohojmë sepse Barcelona e ka këtë stil që dominon kundër çdo skuadre. Po, edhe kur humbet prap dominon, është Barcelona kjo. Prap dominon, për rasti konkret skuadra ka mungesa, ka 5-6 mungesa që shpresoj shumë se mos harrojmë javës tjetër kemi ndeshjen e globit. Po, Real Madrid Barcelona, por këtë ndeshje u fitua minutën e fundit nga qendërmbrojtësi Robert Araujo, duke pasur mungesa trajneri Hansi Flick, u detyrua që qendërmbrojtësi ta nxjerrë sulmues. Por ato kanë aq shumë cilësi sa edhe qendërmbrojtësi ditë shënoi gol dhe këtë rast shënoi gol, i dha një 3 pikë shumë të vyer dhe shkoi me 2 pikë mbrapa Reali. Reali fitoi me Getafen 1-0, nuk them se meritoi, por me thënë drejtën ai arbitri e bëri çik balt këtë ndeshje. Në 2 kartonë të kuq. Sepse doli 2 kartonë të kuq për Getafen dhe skuadra shkoi me 9 vet. Dhe në minutën e fundit Getafe ka pasur një rast shumë të pasur që mund të barazonte me 2 lojtar minus. Por Reali ka emra shumë mëdhenj si Thibaut Courtois, një portier më të mirë të botës, që në momentet e caktuara din që ta nxjerrë skuadrën nga situata. Dhe ka që tjera Atletico Madrid bëri detyrën 1-0 dhe rikthehet aty ku e takon. Absolutisht. Renditja e La Ligës është Real Madridi në vend parë me 24 pikë, Barcelona e dyta me 22, Villarreal me 17, Atletico Madridi në vend 4 me 16 dhe Betis 16 dhe Espanjoli në vend të 6 me 15 pikë. Për të shkuar me vrap tek Serie A. Po ja lej fjalën profesor Evionit. Serie A, profesor Evionit, çfarë na tha Serie A këtë? Po shoh që ka pas kampionat surprizave për këtë javë. Absolutisht. Milani ka fituar me Fiorentinën në Milano, një humbje surprize Juventusit nga skuadra surprizë e këtij sezoni që është Como. Nuk është surprizë humbja e Juventusit.
për mendimin tim, po ta diskutojmë pas fjalës. Patjetër. Atëherë ta nisim nga ndeshja më e vonshme nga që ishte mbrëm Milani me Fiorentinën. Milani tregoi karakter, ktheu dhe rezultatin e ndeshjes. Siç kemi thënë që Massimiliano Allegri do vazhdoj të konsolidojë ekipin, do ta sjellë sa më lart në renditje dhe aktualisht është vend parë. Milani është vend parë në Serie A. Kjo tregon që Iglitare vërtet është një drejtor sportiv shumë i zotit, sepse ka bërë goditjet e duhura, zgjedhjet e duhura, jemi herët, siç e tham, sepse kampionatet duan kohën e vet, por Milani ka këto pikë që ka dhe është vend parë. Ka ecur shumë i konsoliduar Milani nga fillimi i kampionatit deri tani. Ndërkohë, të dalë pjesa që përmendi Andi, Iglit, ke pjesa e merkatos, lojtarët që ka afruar. U bë një buj për lojtarin Jeshari, por gjithashtu edhe për Modric. Por nuk mund të lejë pa përmendur një lojtar në mesfush si Ricci, që është pjesë e kombëtares. Absolutisht. Një lojtar shumë polivalent. Dhe erdhi nga Torino, mos gaboj. Po, saktë. Dhe dua të them që një lojtar si Ricci nuk është se ka një emër të madh si lojtar, por është pjesë e kombëtares dhe ai fton në skuadër një element të kombëtares. Po. Jep dhe ngjyra italiane skuadrës Milanit. Absolutisht po, se Italia me thënë drejtën po vuan këto vitet e fundit për element, ndërsa dhe kombëtare po rrezikon të shkojë prapë në botror. Ndërkohë bën dhe pastaj atë rritin si lojtar dhe i jep një tjetër stad kur luan ke Milani, ndryshe nga Milani ka dhe një sulmues shumë të talentuar, Rafael Leao, i cili mbrëm ka shënuar. Rafael Leao. Por e çuditshme atij lojtari është që nuk ka impenjimin e dur. Nuk është se është konstant. Bën një ndeshje, dy ndeshje në nivelin shumë të lartë dhe pastaj disa ndeshje të rikthehet pas kësaj ndeshje. Shpresojmë shumë që të ketë marrë moralin. Ai ka luajtur në Portugalinë, ka luajtur në kombëtare. Po është lojtar kombëtar portugez. Jo, e di, po a ka luajtur në ndeshjet kombëtare? Po, patjetër që po. Gjatë fundjavës? Jo, s'ka luajtur rregullisht, Është pjesë e kombëtares, po nuk ka luajtur rregullisht, nuk ka marrë minuta të plota. Të kalojmë ke Como Juventus. Po, Surpriza e javës. Surpriza për nga rezultati, për nga emrat, por loja e Juventusit ka disa ndeshje që ka oscilacione të mëdha dhe le për të dishëruar deri diku. Unë vetë jam simpatizant i Juventusit, por nuk më bind fare loja që ka shfaqur këtë vit trajneri Tudor dhe lojtarët aktual. Ndërsa unë jam partizan, falë se po ndërpres, i trajnerëve të ri. Dhe në këtë rast Cesc Fabregas po tregon që është një trajner i ri me shumë vizion. Mos harrojmë, ka dalë nga Barcelona, nga ajo shkollë që ndoshta unë këtu e përmend shpesh, por është filozofia më e mirë për futbollin dhe për trajnerët, sepse ai lloj futbolli mund të humësh një ndeshje e gon ose dy, por shumica e ndeshjeve i fiton. Se futbolli luhet duke pasur topin këmb. Është më mirë nga ana jote ta kesh ti topin këmb se sa ta ketë ekipi kundërshtar, se duke e pasur ti topin këmb ke më shumë shanse për të shënuar. Duke e pasur më pak topin këmb ekipi kundërshtar ka më pak shanse për të shënuar. Është vërtet? Respekt e Cesc Fabregas. Ta kundërshtoj pak, sepse po ka dalë nga Akademia e Barcelonës si lojtar, por është zhvilluar ke Arsenali me strategun Arsene Wenger, i cili ka të njëjtën filozofi futbolli. Ka të njëjtën filozofi futbolli. Në fakt është vërtet kjo. Është shumë e drejtë. Por e ka zhvilluar Arsenali si lojtar. Absolutisht. Dhe Barcelona pastaj e mori të pjekur. E rimori të pjekur. Prapë do të kundërshtoj pak. E ka zhvilluar si lojtar, por ka dalë nga La Masia. Mos harrojmë akademinë më të mirë të botës. Mos harro sa vjet që ka marrë. Të vogël me sa vjet që ka marrë Arsenali Fabregas. Të dy kanë merit. Barcelona dhe Arsenal. Kështu që jo vetëm Barcelona. Jo, absolutisht jo, po këtë rast Cesc Fabregas po tregon që është. Atëherë të rikthehemi ke ndeshja, bëri një ndeshje shumë të mirë dhe mos harrojmë ka marrë një Alvaro Morata që flitesh do lëndë futbollin fare. Që do lëndë futbollin dhe ai besoi dhe luna në formacion me Komon dhe është pikë referimi. Sepse janë lojtarë të nivelit shumë të lartë, jo vetëm në cilësi, dhe ti e din shumë mirë si trajner, po nga ana profesionale. Dëshira e madhe që Morata ka për të luajtur futboll, pavarësisht se ka arritur gjithçka si nga ana financiare dhe nga ana sportive,